lajmin. Shumë e mirë. Jemi në qytetin e monumenteve të shumta kulturore si dhe muzeumeve të ndryshme, të cilat e bëjnë qytetin unik dhe mjaft tërheqës për vizitorët të ndryshëm. Përndryshe njihet si qyteti i 1001 dritareve, në krye të secilës ndodhet kalaja krenare, pra jemi në qytetin e Beratit. Qyteti i Beratit është i vendosur në Shqipërinë jugqendrore, i cili ka një sipërfaqe për 939 km2 dhe një popullsi prej 65.000 banor. Berati është një ndër qytetet më të vjetra të Shqipërisë dhe ka një trashëgimi kulturore unike, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Është një ndër qendrat më të rëndësishme të zhvillimit të turizmit në vend. Klima e Beratit favorizon zhvillimin e agrobiznesit lokal, gjë që shihet shumë e rëndësishme edhe për banorët e vendit për zhvillim ekonomik të qytetit. Burimet njerëzore të qytetit e pozicionojnë atë si një qendër të rëndësishme për zhvillimin ekonomik në të gjithë vendin. Shumica e popullsisë është një moshë të re dhe e gatshme për punë. Në qendër të qytetit takuam udhëfyesin Marios Qytyku, i cili na foli një gjë gjatë për qytetin në përgjithësi. Ndër të tjera na shpjegoi se sheshi i Beratit i rregulluar së voni shfrytëzohet shumë nga banorët për shëtitje. Sa herë që vjen pastitja dhe kur më gjen në shtëpi, kam një si forcë, kështu që më shtyn nga shtëpia, thotë dil për jashtë, dil në xhiro se aty ke të tërë shokët. Dhe nuk më mban fare vendi, nuk më mban shtëpia. Tani që ngrohet edhe koha një sidomos. Tregon po si shëtitore kështu sigurisht. Dalin edhe gocat, çuna shëtitën, a? Shumë. Po sidomos brezi i ri. Me çfarë fjali gjuni për shembull gocat? Po, kemi shprehje të veçantë. Janë universale pak a shumë. Natyrisht po jo. Trashëgimia mjaft e pasur dhe unike e Beratit është e mishruar më së miri në lagjen karakteristike Mangalem, e cila është një aset kulturor e historik. Pamja që shikojmë këtu është emblema e qytetit. Besoj se keni dëgjuar për qytetin e 1/1 dritareve. Edhe në pamje mund të shohim se si dritaret radhiten njëra pas tjetrës. Është emblema, marka e qytetit. Kjo është lagja Mangalem. Dhe mendohet se është krijuar atëherë kur njerëzit ndiheshin më të sigurt për të dalë nga kalaja dhe për të ndërtuar jashtë mureve të kalas. Por gjithsesi pa ju larguar shumë, që në rast të rreziku njerëzit përsëri mund të ktheheshin në kala. Si ndërtim arkitektonik është e vitit 1851 forma kryesore, pas rënies së një tërmeti katastrofik, i cili dëmtoi shumicën e banesave të asaj kohe dhe këto u rindërtuan pas atij tërmeti. Ajo gjë që të bën përshtypje është se sa afër janë banesat me njëra tjetrën, se si njerëzit kanë jetuar dhe kanë bashkëtuar për shekuj me radhë, aq afër me njëri tjetrin në harmoni të plotë. E për ta parë më së miri këtë lagje nga brenda, vendosëm bashkë me Armendin që të ecnim në për rrugët e ngushta të kësaj lagjeje. Elementë të spikatur në arkitekturën e tyre janë dritarët, erkerët, ndërtimi sipas strukturës së shkëmbit, kompozicioni dhe harmonia e vendosjes pranë njëra tjetrës. Përpas lagjes Mangalem, përballë saj ndodhet edhe lagja tjetër karakteristike, Gorica. Është tipike e stilit otoman dhe po ashtu është shumë e vizituar nga turistët.
Kalaja e Beratit është ndërtuar në kodrën shkëmbore në formë trekëndshi. Mbi themelet e saj ilire, ajo është rindërtuar në shekullin 6, 13, 15 dhe 19. Kalaja ofron pamje të ndërtimeve ilire, romake, bizantine, shqiptare dhe turke. Kalaja e Beratit e ngritur në një kodër 187 metra të lartësisë mbidetare dhe ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 10 hektarësh. Muret e saj arrin deri në 1400 metra dhe është një pikë mjaft strategjike dhe rëndësishme, prandaj edhe u shndrua në një kështjell qytet. Burimet historike dëshmojnë se prej këtij viti, Kalaja e Beratit ka qenë objekt i sulmeve të ndryshme, andaj edhe siguria e kësaj kështjelle ka qenë maksimale. Projektuesit e saj e ndërtuan pikërisht në të kodër ku ana jugore bie thik mbi Osun, anët lindore dhe perëndimore kanë pjerësi të madhe, ndërsa në anën veriore kodra ulët e ëmbëlt shkon drejt qafës së Biftës, duke siguruar komunikim shumë të mirë nga të gjitha anët. E sot kjo kala është ndër të rrallat në cilat jetohet normalisht. Madje edhe me fanatizëm prej qytetarëve të Beratit, ruhet si një pikë atraktive për vizitorët, po edhe për tregtarët që shesin punët e tyre artizanale këtu. Në kodrën përballë kalas së qytetit ndodhej një parull që kishte mbetur nga koha e komunizmit. Aty dikur shkruhej emri i udhëheqësit komunist, ndërsa pas rënies së sistemit komunist, emri Enver u ndryshua në Never, që do të thotë kurrë. Trashëgimia e ndërtuar përbëhet prej shtëpive monument në qendrën historike, ku ka kisha, xhami, teqe, si dhe fortifikime të tjera. Të gjitha këto i dhan Beratit në vitin 2008 statusin e qytetit të UNESCO-s. Mbrapa nesh është xhamia Mbret, është ndërtuar në shekullin e 15 nga Sultan Bayaziti II. Mendohet që ajo është ndërtuar gjatë një vizite që Sultan Bayaziti II bëri në Berat. Deri vonë xhamia ka pasur minaren e saj origjinale, por e cila është prishur deri në bazament gjatë kohës së komunizmit. Aktualisht ekziston në rënoja e saj që nga shekulli 15. Përveç xhamisë Mbret, këtu kemi teqen e elvetive, të cilat janë shumë afër me njëra tjetrën. Teqja e elvetive është një nga teqet më të bukura, mund ta themi, në Ballkan. Ajo është ndërtuar nga Ahmet Kurt Pasha, i cili ka qenë administratori i qytetit të Beratit rreth fundit të shekullit të 18. Ka një tavan të jashtëzakonshëm me motive gjeometrike të artit islam dhe më specifikisht arti islam ballkanik, që quhet ndryshe, me piktura dhe afresk në faqet e saj, me kolona të cilat disa prej tyre dhe me art që janë marrë edhe nga Polonia romake, një teqe mbreslënse, po afër me teqen kemi ish konakat e dervishëve, të cilët kanë qenë shtëpiza fjetje ku qëndronin dervishët, që mund të vinin edhe që larg, dhe po në këtë kompleks, që quhet qendra mesjetare, është edhe teqe e xhelvetive, ku sot është laboratori i restaurimit të veprave të artit, ndërsa në mes të këtij kompleksi është një lulishte, një park, por që dikur ka qenë një varez kryesisht muslimane dhe të klerikëve musliman, të cilët udhishnin fenë në qytet. Gjatë shëtitjes nëpër qytetin e Beratit, takuam rastësisht gra të cilat merreshin me artizanate. Disa nga to ishin pjesë e shoqatave të grave që merren me punë dore, si dhe me punime të ndryshme të orendive shtëpiake. Ishte interesante se nga druri ishin punuar tryeza, koltuqe, pasqyre të rrethuara me këtë lloj druri e shumë orendi të tjera. Secila nga punët ishin të veçanta.
Çdo rajon që kemi vizituar e ka mënyrën e vet tradicionale të gatimit dhe të ushqyerit. Nikoqirët tanë në Berat ishin të jashtëzakonshëm. E se për çfarë ushqimesh tradicionale bëhet fjalë, do ta shihni edhe vetë. Tradicionalisht në Berat, turistët përveç mikpritjes shqiptare, përveç objekteve të kultit, trashëgimisë kulturore, historive që kanë pas këto objekte, nuk mungon as tradita e gatimit të një kuzhine të përzier në mes të kuzhinës tradicionale shqiptare dhe asaj moderne. Ndërsa këtu jemi në ambientet e hotelit Castle Park, ku pranë neve është edhe menaxherja e këtij hoteli, zonja Alma. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët në Castle Park. Faleminderit që na keni prit goxha mirë. Ndërsa afër e kemi edhe kuzhinierën Ida, e cila do të na përgatit disa ushqime tradicionale beratese. Si po ndiheni në misionin Dreka Shqiptare për fillim? Shumë mirë. Ju urojmë suksese. Faleminderit. Është diçka shumë e mirë, promovimi i kulturës, kulinarisë, traditës, ushqimit të qytetit Beratit. Këtu ndodhemi në ambientet e Castle Parkut. Castle Parku gjendet e vetme në mes të një kodre me pisha, 1 kilometër prej qendrës së qytetit Beratit, apo lagjeve Mangaleme dhe Goric. Thuhet që këtu, për herë të parë, heroi ynë kombëtar Skënderbeu ka puthur Donikën. Kështu që ne dhe ne prandaj kemi ngritur këtu kështjellën e dashurisë dhe të rinisë. Po, natyrisht i bëjmë thirrje dhe këta atyre që dëshirojnë përveç dashurisë që zbuluam Skënderbeu, të bëjnë edhe trima si Skënderbeu, se t'ju vizitojnë juve këtu. Faleminderit shumë edhe një herë për Faleminderit edhe juve. Unë po pres një grup turistësh, po ju lënë në shoqërinë e Idës, t'ju tregoj disa prej gatimeve. Faleminderit. Do takojmë ndërkohë. Patjetër. Respekt. Ida, çka kemi plan me na përgatit? Si fillim do ta nisim me biftekun e Beratit. Biftek Berati. Besoj se e keni dëgjuar. Shpresoj e keni dëgjuar dhe shpresoj ta shijoni. Ta shijojmë po, sepse se kemi shijuar në herë më parë. Po, pra e keni dëgjuar, pse do ta shijoni, Patjetër që po. Çka na nevojitet për biftekun e Beratit? Biftek viçi. Krip, piper, djath kaçkavall, ara, vezë, miell dhe galetë, ndryshe bukë e thekur, e thar edhe e dërmuar. Bukë e thekur, a? Po, kjo. Galetë. Mirë shumë, si e fillojmë këtë proces? Marrim biftekun e viçit. E shtrojmë në tavolinën e punës dhe herajmë. Këtë punë tim ta bëjmë ne shqiptarët shumë mirë, rrahjen. Po. Pasi e ram, dhe e kemi kështu siç është, do t'i hedhim krip. Piper. Djath kaçkavall. Ida kuzhinën e keni trashëguar për familjes, e keni mësuar? Po, i mat, pasi nuk ronme, ka qenë shef kuzhine në turizmin e Beratit. Ashtu? Po. Moti kjo puna, po. Edhe vllai që ka në Tiranë tani, edhe ai po prap vazhdon dhe kanë lokal, kanë restorantin e tyre. Pra një farforme është një traditë e vjetër familjare kuzhina. Po, shumë e vjetër, shumë familjare dhe është pasion. Kur është pasion, çdo gjë, pra i vezët. Dy vezë. Po. Këtë punë dita bëj shumë mirë, unë kam traditë familjare, rrahjen e vezëve kështu. Më bëhet shefi, që kemi mundësi që t'i kombinojmë gjërat në kuzhinë. Nëse ju duhet ndihmë lirisht kërkojeni prej nesh, atë sa kemi mundësi. E marrim siç e kemi. Po? Biftekun në këtë e zhysim në miell. E kalojmë në vezë. Faleminderit. Pastaj do ta kalojmë në galetë. Kjo buke... Po. Buke thekur, a? Po. Do ta kalojmë përsëri në vezë. Tashme e kemi gati për ta hedhur
që mos i lodhi, mos Në i vaj, mërzisemi është, tan. Po. Pra është e gatshme. Kjo është e gatshme. Po, është e gatshme. Për t'u pjekur, a? Po. Pasi kemi vënë biganin me vaj dhe presim që të arrijë temperaturën e duhur. Pasi duhet të flakat jetë shumë e dobët, e ulët, për arsye që na bëhet e mishi brenda. Që mos e djeg me fillim, Po, a? mos ta fiti me një herë. E kemi lyer dhe së fundmi në vaj. Gjërat e mira vijnë ngadalë. Tjetër. Dhe e hedhim në tigan. Tash e duhet të pyes, do ta ketë më emrin bifteku vienez, po bifteku beratas. Po, beratas. Për sa kohë duhet presim që të piqet, a ka ndonjë minutazh ose E do një 7-8 minuta. 7-8 e do minuta. shumë, Po, e do. edhe pas bifteku të beratit, çka do të përgatisim tash? Tu përgatisim një pispilit. Një çka? Tashioni, pispilit. Tashionik na zonë Pispilit? Po, Po nga ky emër pispilit? se kështu e kanë thënë dhe më përpara. Edhe gjyshrit prindrit tanë, domethënë është thënë pispilit. Ka ndonjë domethënie të veçantë për emrin? Jo, apo? nuk ka ndonjë domethënë Mos e është, veçantë. mos është një ushqim që është përgatitur për këto që janë ma me rrebe, kështu me teke, me një pis në, jo. Jo, absolutisht. Jo, okej. Mirë, hajde të shohim. Çfarë nevojitet për këtë? Fillimisht për pispilitin nevojiten lakrat e egra. Janë shumë Lakrat lloje egra? lakra. Po. Te qumështoret. Kemi tek mullaga, tek burdullaku, tek spinaqi, tek gjymbaçë ndryshme, tek nanea, tek jo domethënë janë shumë llojshmëri lakrash të egra. Kjo është ajo më thelbësorja e pispilit. Ja, dil në bosh, ka do që gjenë, merrim ledhe Jo, edhe. është shije, vërtet është e këndshme, shumë e shijshme. Do të marrim lagrat e egra. Po. Lakrat e egra gjenden këtu në Berat apo Po, kemi arritur ka dikat? një njerë që kanë periudhën e tyre janë vërtet edhe në këtë sezon që është Tash ndërimi është i koha. gjakut dhe janë shumë vërtet janë shumë të shijshme. Nuk ka rënë Edhe jam janë të herë. njohur. Lakrat e egra më. Sepse ne jemi të rrafshit, shumë të butë. Themi ta fillojmë nga lakrat, për arsye se këto, pasi i kemi lari, kemi pastruar, do sijejnë, do kemë procesin e zjerjes. Pastaj vazhdojmë me petën. Ndërkohë që zjejnë, ne bëjmë petën e pispilitit. Unë i përdor shumë gjatë gatimeve. Lakrat e egra, Po. Ehet edhe preshrat, Presh. qep të njoma. Preshte, ne purri thojnë në vend. Purri, apo? po. Purri. Si thoni? Purri. Purri një. Përveç gatimeve që po mësojmë edhe gjuhën e një tjetrit, a? Oh, shumë gjë e mirë është. Do vazhdoj gjatë. Pasi i kemi lar, e kemi grim, do t'i hedhim për të zjerë. Po të zi, okay. Vetëm preshin edhe lakrat e egra. Lagrat e Fillimisht. egra presh edhe të hedhim dhe qep të njoma. Qep njoma. Okej. Pra qeve po e themi njëjtë, edhe ju dhe ne. Ashtu i themi, jo? Edhe ne qep. Është një rajon në rrethin e Prizrenit, atje i thonë Keremidhe. Keramide? Keremidhe i thonë qeve. Keremidhe 3. Ndërkohë, që kemi mbaruar këtë proces dhe i hedhim për të zirë, vazhdojmë tek peta. Miell misri. Miell misri. Besoj se kështu i thoni, ose ilmik. Kolomoj, misri. Një misri, tamam. I hedhim krip, Krip. edhe pak ujë të ngrohtë. Jo të nxehtë. se Ujë të piqet. ngrohtë. Po, ujë të ngrohtë. Se me qitë në nxehtë, nuk E është pjek edhe Aha.
Te qullat. Aha, okay. Për pispilet, a? Pispilit. Pispilet, fal. S'ka asgjë. Gjithmonë përqindjen e lagështirës e shikoj me dorë. A duhet që të mlidhet kjo, apo nuk ka nevojë? Jo, tjetë i shkrifët. I shkrifët? Se pasi du të hedhin më tenxhere, të zjen lagrat i hedhin me qumshin dhe është lagështira, është përqindja e qumshit. Langu. Po. Atje, edhe që të dilte peta tamam. Spërkasim tavën me vajt ullirit, që i kemi në berati. Ka një ngjyrë veçantë vaj ullirit, a? Është tamam vaj ulliri. Berati ki shumë ullin. Po. Edhe rrugës për kalo, kur unë gjitëm lartë e pam shumë ullishte për vend që kishtë aty. Më pëlqeu, Da, shumë jashtëzakonisht. Më bëhet shefi. Jashtëzakonisht. Ka shështrim? Po. Masa. E shtrojmë. Masën në tavë. Edhe i kryojmë pak buzë. Pak çka? Anë. Anash, po, do si anash, Po. sigurisht qumshti që të vije në... Po, për arsye që edhe mos na derdhet edhe masa që kemi brenda. Tashme e kemi gati, pasi do hedhim edhe masën që kemi në... Që kemi gatuar, që kemi zirë. Po. Zakon. E qumshti vjen në fund fare, a? Qumshin, pasi zim lagrat, do t'i hedhim dhe pak zje, gjysmë të zje lagrat, do hedhim qumshin. Aty dhe pastaj masën? Po, atje brenda i hedhim dhe kopër, i hedhe erza. I kam to erza atje shillek tani i përdor jashtë masën. Mi pëlqen shija, aroma është fantastike në gojë. Mirë. Shumë mirë. Pasi janë gjatë të zjerës, qeshit të zjerës, lagrat t'i hedhim qumër. Këtu patëm lakra tegra, patëm Qep, Qep, aroma, po, fresh, po. urdhra, erzat, tek kopërit. gjithçka që gjeni në bërë. Do t'i hedhim krip dhe piper. Dhe sa minuta duhet zihet kjo? Lagrat janë shumë të njohura, se janë në stinën e Shpejt, tyre a? tani shumë shpejt. Dhe shumë shpejt, Për 10 minuta po. 10 minuta çerekore, të jetë ajo ngjyra jeshile për syrin. Këtë mas e djegëm i petën e berë. Është masa që është poshtë, sigurisht e thith qumshtin, a? Po, lagështirën. Edhe e zbuth, po. Masa e mirë që është. Dhe sipër do t'i hedhim pastaj dhe prap miell misri për t'i bërë Një petë të dytë, a? Po, një petë të dytë. Që masa është gati. Ta shpresim edhe shtesën tjetër të petë që ta rregulojmë sipri edhe pispileti Është gati për është gati. Pjesa e sipërme sigurisht duhet të jetë më e holla, po? Normale është me rro. Tani vetëm se është gati për në furrë. Për në furrë. Ja, pra përfundoj. Përfundoj. Kjo po me rrugën e gurbetit. E kemi ndezë furrën më përpara Po. dhe ngrohet. Është i ngrohur. Temperaturën 250. 200 e 250. Për sa minuta piqet fjalë, do të thotë?
40-45 minuta. 40-45. Ida, çka po përgatisim tash? Tani po përgatisim japrak për juve. Ni? Japrak. Japrak. Me gjithë e rushi. Aha, Keni ardhur fiks merr tani? si laprak. Japrak. Japrak. Me j. Po çka janë këto janë kështu kaq të veçantë? Po janë të trashëguar, a jemi ti tradita. Po tjetër E, se po. Kena parë se po tjetër të ishte. nuk është që më karon në një zonë tjetër kështu me i dëgju shumë emra të veçantë. Pispilet, japrak. Jo, quhet ndryshe te dolmat, se zona që quhen dolmat. dolma. Përgatitet edhe me gjithë sallate, me gjithë lakre të bardh, po nuk ka më mirë se me gjithë rushi. Patjetër. Shija, tani Absolutisht, është. absolutisht, shumë e veçantë. Të shohim procesin. Japraku. Përberësit e japrakut janë spinaq, i gri spinaq, qep, lakra, i fus pak lakrat e egra, edhe është shumë qep të njona. Filloj me, pasi i kemi larë, i kemi pastruar, i grim. Duke se janë edhe ushqime shumë dietike për shkak se po e shoh shumicën e kohës janë vetëm me perime. Perimet janë, vërtet janë të shishme. A ka një mos saktuar se sa qep duhet grier apo? Varet nga gjethet dhe nga orizi që hedhim. Ky gatim do dhe nane. Nuk e di si i thonin ndryshe. Lulenare, Po, po, ne, po. njëjtë. Si i thonin ndryshe. Lulenare, po. Ashtu, Kjo është. Ka Si një i aromë thoni dhe veçantë, juve, po. Po përdoret edhe për pije. Për mojito. Fantastike. të Na pimin çunat e më shumë e përdorin për mojito se sa për gatim. Dhe për kështu në ullë të ngrohtë të pish një çaj me Ja, është shumë e mirë, fantastik. shumë ka një aromë Po, është fantastik. shumë veçantë. Dur. Po, po, po. Grim dhe nane. Bashkë me nane unë i hedh dhe kopër, përdor kopër. Edhe kopër, po. Po, më pëlqen aroma. Ka një aromë shumë mirë. Këtë mas që bën e kemi gati për ta vënë në zjarr. Në zjarr. Pasi e nëse kemi hedhur vaj tiganit të nxjerrës ku mundet ta hedhin zonjat, hedhim dhe lakrat me gjithë erzat. Bashkë me erzat. Po, To do t'i fërgojmë në vaj. po. Shumë mirë. Mirë. I kemi mbledhur gjethet e rushit, i kemi larë dhe i kemi kputur bishtat e tyre dhe i kemi palosur. Kemi vënë një enë, një tenxhere me ujë dhe pasi ka arritur pikën e vlimit, do t'i hedhim. Po tash është fillimi që janë formuar gjethet dhe janë shumë të njoma dhe nuk procesi i zgjerit nuk është se Shumë i shkurtër, a? Është shumë i shkurtër. Thjesht Që të shikohet zbuten këtu, kontrolluar, as shoh. thjesht një zbutje, po. I hedhim tenxhere. Bisha do ahoqëm që të mos na dalin me bisht pastaj. E presim të të Ndërkohë, gjethet kanë zier. Dhe tash kanë bërë të ngjyrë. I vëmë në një enë që të kullojnë. Duhet kullojmë pak, ha? Po, kulloj ujë. Tani vazhdojmë me gatimin e mbushjes.
Vëmë një emë zjarë. Hedhim bajë nga ullirit. Dhe hedhim laka që kemi gryrë, gjithë që e njohëm. Po, është mbushje. Pra këta po bëjmë për mbushjen, a? Po, është mbushje. Se gjetën i përgatitëm. Ato gjethet do t'i mbështjellim pastaj me Po. këtë masë. Edhe këto është shumë pak kohë në rritet, a? Për me... Gati do pak. Unë nuk... Prej aromës që... Mesatare. Prej aromës u untova une, edhe të goha të ha mollë. U bë Që mirë. me zi po pres me i po këto, me i shiju këto ushqime. Aroma e... Gjulli e nanës. Po. Aroma e nanës. I vjen këto rrë. Po ma Ka rritën dorë mama. më të shishme të ajo. Të gacaj ku të dojë, po. Jemi pak. Galina? Çfarë është kjo? Galina. Edhe me Galino. Vici, Ah, e viçit, okej. ose tradici. Pasi janë bukur, i hedhim pak ujë të ngrohtë. Ujë të ngratë. Po. E mundojmë që rëzien pak. Ndërkohë kemi marrë një enë tjetër. Po. Dhe në këtë enë, po të duam i shtrojmë gjithë e rushi. Unë për momentin e kisha më gjithë e sallate. Gjithë sallata. Po, i punë. Tenxheres në fund. Kjo për shkas? Kjo do shtrojmë të mushim ato i aprapit e do t'i bëm këtu. Që mos e ketë kontakt direkt i apraku me fundin e tenxheres. Aha. Nuk, paraprakisht nuk hedh ndonjë vaj ndonjë diçka, nuk ka nevoja, po për shkak se gjelat e mbajnë. Kemi vënë ato. A pasi di. Okej. Kjo vetëm si një shtrat për... Po. Ja pra. Sa Italian tun. Kësaj mase do t'i hedhim orizin. Orizin, a? Që Po. zihet bashkë me... Po. Pasi në orizin e çon në gjysmë ziri në këtë pozicion ku është. Pastaj gjysmën tjetër e përfundojmë në tenxhere. Është mjaftueshme. Tash kështu bashkë me orizin saj, do të mendoj mbi zjarr. Tham, gjysmën e procesit e vazhdoj këtu. Po, për shembull gjysma sa në kupton me kohë? Unë hodha 2 masa, do t'i hedh dhe 6 ujë. Gjysmën e ujë do t'ja hedh këtu dhe gjysmën do t'ja hedh për të ziejë në tenxhere, të mbledhura. Hedhim krip
piper. Dhe la të zjej. E vendosim kapakun? Po, patjetër. Faleminderit. Ka gjë. Këto e kam traditë familjare, vendosin e kapakut, me gjenerata. Ta pyesja vetëm se be kaq mirë. Shikojmë që uji është, lagështira është titur dhe ndërkohë e fikim sobën. E lëm këtë masë të këtohet, pak, që të fillojmë dhe të mbledhim japrakun. Shumë mirë. E marrim gjethen e rushit dhe do ta marrim nga pjesa e brendshme. Pjesën që është me shkëlqim do ta mbajmë dhe vendosim në këtë pozicion në dorë. Marri pak nga gatimi. Kështu, vogla, të mira, bukra. Dhe vendosim në tenxhere. E vazhdojmë këtë proces derisa të mbarohet komplet masa e përgatitur. Pra, nga pjesa e brendshme e vendosim gjithmonë masën, apo e orizit dhe... Po, nga pjesa e brendshme. Okej. Që pjesa E jashtme, po. Më e bukur për sy. Po. Pasi kemi mbaruar, kemi mbledhur gjithë japrakët, unë i hedh kumba. Këta janë kumba sheqeri. Besoj se të gjithë e njihni, kemi Kajsia, lajmë kemi thënë, po, apo, kajsia. Dikush të kajsia, për shembull, një pjesë të gjerenika. Gjerenik? Po. Po. Më pëlqen se janë të afta. Po janë pak ma. Dhe janë të vogla se tani kanë filluar. Kur më vonë, pastaj i marr, i bëj qeska dhe i mbaj frigorifer. Më pëlqen atë eti këtu atje, pak të afta, atje japrakët. Edhe japi një shije. Vërtet fantastike. Sa mua më pëlqen që ti ha kështu. Po, të shijosh edhe ashtu. I hedhim dhe ujë, pak krip, i vëm një pjatë të vogël për arsye që gjithet mos na prishin formën e tyre. Mbuloj. Këtë masë ne duhet ta lëm për 20 minuta. 20 minuta. Po. Shumë mirë, mrekulli. Po presim më 20 minuta. Faleminderit. Edhe tash na ka ardhur radha për ëmbëlsirën. Edhe quhet qumështor. Qumështor. Po, qumështor. Na nevojitet? Çka na nevojitet? Na nevojitet miell, sheqer, rush i thatë, vezë, qumësht. Këto janë përbersit. Gjapi, po që e ka çdo ëmbëlsirë. Filloj me të zëm brumin e petës, se unë Pas pari brumin. Po. E zë brumin dhe bëj 3 petë poshtë. Dhe i kthej te tava, zëm brumin e petës. Okej. Hedhi mielli. Do t'i hedh pak krip. Krip ëmbëlsirës. Po, petës. Çfarë ëmbëlsire? Në rregull për petën, po. Shije, për petën, po. Pasi kemi hedhur mielin në një tas qeqi, hedhi pak skrip, sa për lezet. Edhe me pak ujë të ngrohtë, zëm brumin për petën. Pra vetëm krip edhe miell. Asgjë tjetër. Asgjë tjetër. Gati kjo, ha? Po. Pasi e lëm këtë mas brumin, të pushoj. Dhe E lëm të vazhdoj me pushoj. kremin e qumështorit. Pa problem. Po. Vazhdoj me kremin derisa brumi të bëhet gati, ha? Kemi hedhur mielin në një tas me tas qeqi. Kemi hedhur pak miell, pak një seshte. Një sheste, po. Po. Edhe i përzim me pak qumësht. Si Qumësht i ftohtë, ha? Po. E kazojmë në 3 buzhina.
më shumë. Po, të tretet më mirë, jepet një trashme. Po. Pastaj e hedhin në tenxhere. Kjo është kremi, ha? Po krem. Po, kontrolloje. Një tenxhere. Kjo nuk i vjen shumë. 1 litër çumës, ha? Kjo është gjithmonë varësi, perimet në varësi të Po, varësi se e gatun, po. Sigurisht. Ta ndojnë sheqerin? Ja. Ma në sheqerin, ha? Sa sheqer? Për të tavë që do të shikoni më vonë, Po? afërsisht se 500 gram. 500 gram sheqer. Po, o hedhin në mielin, e ta gjos me telguzhina. Po. E mu. Rrugë të parën. Dhe gjallë. Gjallë. E për të tavë qëqi, unë do të hedhi kokra vezë. Kokra vezë. Sa kokra vezë? 10 kokra vezë. Pa për këtë masë në vëjtë në 10. Me telguzhina. Rajnë dhe të verdat që janë në vete. Po do të shkojmë vetëm për ta lënë sipër, ja? Po. Kësaj mase unë i gjithmonë edhe një zhapë portokalli. Që kur ta provoj që ta shihoni, edhe të kënaqeni. Vetëm lëvozhën, apo? Patjetër. Është për të hyrë aromën e vezës. Po dëgjohet aroma edhe lart po dëgjohet aroma e portokallit. Unë i pranoj ka gjallë në tavë. Po. E shtrim petën. Po, të marrim brumin. E kam shpjetë për arsye që mos të fahet. Peta do t'ja bëjmë pak të ploda. Të ploda. Po, jo të holla, siç i bën ti byreku. Po një është poshtë, një sipër, ja? Sipër vetëm kemi shtresën e A bukët të vetëm të bërë ashtu. me aromën e portokallit. Tre peti shtrim, ha? 3.
ri për një herë. Po. E hapi në tavë. I rregulloj manët. Pasi e kemi mbaruar këtë proces, do hitemi përsëri tek kremi. Se tham se do t'i shtojmë vezët, apo jo? Po. Kështu që kjo bëhet për arsye se dhe brumit i ka rënë pak Temperatura. edhe për vezën na ndihmon, por na ndihmon edhe për petën. Petën. Është që duhet përzit derisa të bëhet si formë unisone, po? Që të mos dallohet. Po. Tani do. Merë një lukën, merë dhe fillon. E gatshme. Në ly bukën. Qyshta na fiton dorën e nënës, po na bëni më ditë, na bënin ato gjërat. I kthejmë petët me kremi. Nuk ishte që ta kishim nën kremin të ftohtë, por kjo është e për arsye. Besoj se zonja të ambisat na kuptojnë për arsye kohe. Tërkohë hedhim vezën me të verdhën e vezës me zhakun e portokallës. Një ngjyrë të artë shumë të bukur, përpiqet. Ngjyroset gjithë sipërfaqe, ëh? Po, patjetër. Tani themi se vërtet është e gatshme për në formë. Më lejoni që këtë akt patriotik ta bëjon që ta ftosim furrë. Po, patjetër. Ha? Ja, pra. Një akt patriotik nga ana ime. Faleminderit. Kur i ne kemi këndezën në përpara. Pas përgatitjes së ushqimeve, patëm kënaqësinë që me menaxherin e hotelit të shijojmë sadopak ushqimet që sapo dolën nga kuzhina. Ajo na njohu me shumë aktivitete që i organizojnë strukturat e këtij hoteli, si rafting, hiking, kalirim e të tjera. Nuk ka nivelin e duhur të ujit dhe nuk mund të bëhet më rafting, flas për muajin e korit. Pas një pune maratonike, disa ditorë të ekipit ton, cilët me përkushtimin më të madh angazhohen për realizimin e emisionit, erdhi koha që të gjithë shpërblemi me një drekë që vetëm Castle Park di ta bëj. Dhe me këtë lloj mikpritje që na ofroi qyteti i Beratit, vizita jonë e ardhshme nuk do të jetë e largët, jam i sigurt. Berati më pëlqeu pa mas. Do t'ju propozoja që të vini ta vizitoni dhe kështu bashkarisht të ndjehemi krenar që e kemi. Ndërsa një karakteristikë që më bëri shumë përshtypje është kalaja e vjetër e qytetit, e cila edhe më tutje vazhdon të jetë e banuar nga qytetarët Beratas, të cilët gati çdo ditë kalojnë 40 minuta vetëm për të ngjitur lart deri në Kala. Lagja Gorica, si dhe lagja Mangalem ishin disa nga karakteristikat e qytetit të Beratit. Nga ushqimet tradicionale më la përshtypje qumshtoria. E sa për ushqimet më bëri shumë përshtypje pispileti. Kur shkoj në shtëpi, do ta marr fjalorin dhe mbasi do ta gjej se çka do të thotë
ushqimi ose fjala pispilet.